Mirë mëngjesi nga vlogmas numër 6 më duket. Nuk e di, po kam një memorie shumë të shkurtër. Edhe harroj. Do luash me këtë, nuk të ngacmosh telefonin. Jemi ullë këtu me Jasona, sepse na ka ardhur një pako. Në fakt e ka marrë më bërë mburi. Kemi bërë një porosi nga farmacia online, sepse i kam më lirë se sa farmacit këtu në ishull. Këtu është për çdo produkt e kanë 5 euro më shumë. Kështu që do hapim pakon. Nuk do të vitë telefonit e ngacmoj. Shiko mama? Po e gris kështu sepse nuk kam kohë që të vete të marrë një thik, ju që ku mbajt thika me këtë këtu. Produkti parë është shampo e Jasonës. Djalina është rritur tani, nuk është më... Po, shpirt! Nuk është më bebe dhe ne kemi marrë... Unë i kam porositur shampo për më të rritur. Fute dorën. Është kjo e farmaces, sepse do t'a doj kjo që të luaj. Edhe Ailes këtë i kam përdorur dhe është me shumë leverdi dhe është shampo goxha e mirë. Tjetër ka marrë kremin ndërrimit e Panolinos. Nëse doni një këshill nga unë, që unë me Ailen e bëra gabimi, po e rregullova me Jasona, është fëmijës, nëse nuk ka skuqe, mos e lueni me krem sepse i mësohet lëkura dhe pastaj i bëhet shumë e ndjeshme, edhe nuk edhe pastaj do të duhet të ta lyeni gjithmonë kur e ndërroni. Kështu që mos e ashusni, unë e përdor shumë rrallë. Imagjino të isha një vit me një kaq të vogël, edhe nga që unë e kam hapur ja këtë kohë, është nga fundi ajo dhe mund të ketë skatuar, kështu që nuk duhet të vendos djalit në lëkurë, edhe mora këtë. Kjo besoj se jo një vit, po të zgjasi, gjithsesi. Tjetër, se kam marrë dhe disa gjëra të tjera, kam marrë një pastë dhëmbësh për të dy fëmijët. Ja si është nga firma Freziderm, është për 6 muaj plus, sepse më duhet dhe për Jasona, dhe nuk ka fluide free thot, se Ailes ja kam përdor me 500, por pash një video që thoshin që janë shumë të keqe këto me fluide dhe nuk dua që t'ja përdor më dhe asaj. Do shohim kur të kem një takim, sepse besoj se së shpejti do t'a çoj dhe tek dentisti Ailen, që të konsultojmë dhe me ato, që është mi t'i përdor këto, apo duhet t'ja përdor me pak fluide, me shumë pak, me 500 më duket. Ka marrë dhe një lip gloss, lip balm nga NYX, është si mini size ky. Këtë ngjyrën kështu. Ishin me Black Friday, edhe e mora dhe këtë. Mos të haj letra. I fut çdo gjë në garë, çdo gjë. Edhe dy produktet e fundit. Dy produktet e fundit është përsëri nga Freziderm. Më pëlqen shumë si firmë. Kjo edhe për fëmijët i përdor goxha produkte. Është larës për Ailen, intim. Dhe këty na kishin mbaruar të gjitha këto që i mora tani. Por po prisja Black Friday, sepse ime me pak ofertë edhe po, goxha me ofertë i ka marrë. Ka marrë dhe një larës për fytyrën nga Nux. Ka marrë këtë me kështu sepse dua që të blej një qelqi, mos të përdor nga ato me plastik, që ta kem për gjithmonë dhe të marrë vetëm nga këto kështu. Edhe ç'është e vërteta me këtë lloj paketimi vinin 3-4 euro më pak. Domethënë ajo ishte 12 euro, kjo ishte 9 euro diçka e tillë. Gati 3 euro më pak. Kështu që për mendimin tim ja më leverdis kjo. Edhe do blej dhe një nga ato që do ta mbaj gjithmonë qelë, që do ta laj, kështu që po. Këtë të Nux nuk e kam përdorur as edhe një herë. Kam përdor gjithmonë larsin e La Roche-Posay, por thash që të ndryshoja pak, meqense edhe skincare-in e kam ndryshuar, kam iqdor nga La Roche-Posay, nuk e di si, por po, edhe kështu që mora këtë. Kështu, këto ishin. Ne tani do bëmi gati sepse do dalim, do vemi të blejmë diçka për një kafe, po do a tregoj pak më vonë.
Ikëm tani se nuk do ma lër telefonin ky. Ja si duket edhe ky lip balmi nga NYX. Më pëlqen, thjesht është si shumë i trashë tekstura edhe kam frikë se do qahet, do ngellet pjesë. Nuk e di, do shikojmë gjatë ditës. Por kështu më pëlqen si ngjyrë. Nuk e di pse jam fiksuar shumë me këtë ngjyrën të tillë. Ika tani. Premtoj që s'do dalë. Kemi bërë gjitha ato dëme ekonomike, kanë ardhur posta, kemi shkuar te dyqani që kemi bler për të bërë kafe, është ajo kafja e filtruar, sepse burri nuk mund ta pijë më këtë kafe. Kemi bler dhe gjëra të tjera, dil atje, duam të eliminojmë plastikën dhe kemi marrë gjitha ato gjëra të tjera. Edhe kam ndërruar edhe pakon që ma erdhi një dhuratë e djalit. Më erdhi kostumi që i kisha bler për datëlindje, më erdhi prap. Kështu që e ndërrova dhe kam bler dhe për Ajlën edhe për Jasonën kostum. Ajlës pijama, dua t'rregoj në shtëpi. Edhe Jasona grinda veci është këtu me mua. Tani do marrim një pako, ka ardhur karroca e djalit. Dua t'rregoj në shtëpi. Se filloi Jasona. Ta. Okej. Arsyeja pse dolëm është sepse donim një makineri. Unë nuk e di se si quhet, po më duket makineri që bën kafen me filtr. Ja, kemi marrë këtë. Firma është Morris dhe po na u duke mirë. Këtë kemi marrë, unë ua thasht, po ua përsëri, sepse burri nuk mund të pi kafe normale. E ka lënë, kështu që i duhet që edhe kështu që me që se do që të pi një kafe në ditë, ka marrë këtë me filtr që është me hollë dhe është me mirë. Kështu, unë nuk po e hap tani, sepse po presje të vej të hap ai që ta rregulloj këtu. Doja që ta merrja të zezë, por me Black Friday, me ofert, ishte akoma kjo e bardha dhe e kuqja, ndoshta nga që këto ngjyrat nuk shiten si shitet e zeza. Se më mori burri në telefon. Edhe na duhej sepse më kishte thënë diçka, na tha diçka mësuesja e Ajlës atje që po kërkonin. Edhe kuptova që ishte diçka trekëndore, por nuk e kapa mirë fare. Gjithsesi ne morëm një shokun e burrit që ka fëmijët bashkë, e kërkojnë atë që bën një zile kështu që këndojnë me atë, edhe në për shtëpira e kanë, nuk e di po është në shtetet e tjera, po e kanë këtu, vën fëmijët në për shtëpira me atë, edhe u japin zakonisht lek. Nëse morëm këtë makineri, një. Tjetër, na duhet edhe një tostier e vogël, jo se nuk kemi, vjet e blem, por e blem goxha të madhe dhe është e parajhatshme që ta marrim nga sirtari gjithmonë çdo ditë, ose 2-3 herë dita sa herë na duhet, edhe ta çojmë lart, sepse nuk kam vend këtu tek banaku që ta mbaj, është goxha e madhe. Kështu që morëm një shumë të vogël. Ja, këtë. Më pëlqeu dhe tani për çmime unë nuk i mbaj mend, por do t'u them pak më se kam faturën. Është shumë e vogla, ai sa na duhet për dita. Morëm edhe këtë dhe e fundit, siç ju thash dhe që parë, edhe më duket ua kam thënë në vlogje të tjera që më dua që të heq plastikën, sepse është e dëmshme, e dim. Tani në gatim është më mirë që të kemi këto preqelqi, inoxin edhe drurin. Kështu që unë pash këtë grirsen, në fakt pash një tjetër që ishte preqelqi dhe po i thoshja burrit, sepse duam të marrim dhe një blender që është preqelqi, po i thoshja burrit që kur të marrim blenderin do marrim dhe një grirse kështu, po më vonë. E më tha burri, merre tani, tha këtë grirsen, sepse për të bler janë. Edhe do mirja tjetër që kishte firmën e kësaj tostierës, por pash këtë tjetrën edhe kishte dhe këtë inoxin dhurat, kështu që më duket se ishte dhe pak fare me lirë kjo.
Kështu që mora këtë me qenë se më pëlqejnë kështu të marrë dhe gjëra dhuratë. Kujt nuk i pëlqejnë. Këtë ta hapim tani, ndërsa to stjenën pastaj. Ka kapakun plastik, nuk kishte fare ati që ti ishte 100%. Po s'ka problem, nuk na vret. Ka këto që presin, frutat, perimet, të gjitha çfarë na duhen. Mos po e hap dot, ka këtë pjesën e kokës. Edhe xhamin, ja ku është. Ky është xhami që do grim gjërat, ja që futet këtu, ka këto, hajti pastaj me burrin do i rregullojmë se nuk kam dhe shumë kohë. Dhe me këto vjen dhe dhurata, këtë doja të shihja. Është e vogël, në rregull, nuk ka problem. Sa mirë, edhe këtu mund të grish. Edhe këtu ka këtë që vendos ato preset, edhe mund të grish. Edhe është shumë e mira, në rregull, super e mirë. Fantastike fare që janë të dyja. Kështu, këtë e hapa, s'ka problem, dhe rregullojmë pastaj. Edhe çfarë kam blendera që janë plastik, do t'i heq. Vjera më ka thënë se mo hedhësh poshtë to që do heqësh, jo, mi jep mua tha se i mbam aty se ndoshta na duhet. Kështu që ajo i do, do t'ja jap pastaj me qenë se i do, se t'ishte për mua do t'i kisha hedhur. Puna tjetër që bëra që dola është që ndërrova kostumin që më kishin bërë dhurat kumbara e Jasonës për datëlindjen e tij. Më kishte bërë një kostum që e kisha, ua thash, kështu që unë nuk kisha për çfarë doja, sepse ishte edhe një kostum që vishet vetëm me raste, nuk vishet për përdita. Dhe mora për Jasonën me lekët e kostumit, mora kostum që është me këto, mund t'ja vesh edhe më vonë. Me thënë edhe një janar, nuk ka ndonjë problem. Është me push, është shumë i miri për tani që ka filluar dhe ftohti, sepse sot ka bërë goxha ftohtë. Edhe tutat. Këto janë fantastike, këto ishin 15 euro me kartë. Me qenë se ajo ishte pak më i shtrenjtë ai kostumi, i mora dhe Ajrës. Kemi dhe Jasona në sfond. I mora dhe Ajlës një palë pijama të bukura për tani për vitin e ri, edhe për më vonë do t'i veshim patjetër. Këto ishin 12 euro më duket, po. E pagova vetëm 5 euro më shumë me këto. Ajlës tani, me qenë se Ajlës nuk e kam bërë akoma dhuratën në advent kalendarit për sot, do t'i bëj këto me një lëpirse që kam marrë në farmaci, edhe ja, u zgjidh edhe për sot. Këto mora vajtëm edhe në supermarket. Pa tjetër, sepse na duheshin kafja e filtrit. Tani, unë nuk marrësh nga kjo kafja. Këtu në Greqi e kam parë për e të parë. Në Shqipëri nuk pija fare kafe. Këtu e pi nga halli sepse nga nata dhe më duhet pak energji që të më mbaj zgjuar. Morëm kafe me si thënë kësaj hazel. Morëm kafe me këtë frutin e tatë që unë nuk jam baj më temrin. Kjo Dimelo është goxha e mirë si kafe, mua më ka pëlqyer ekspresi. Nuk më mjaftua burri, mori dhe një normale, por e lehtë, jo shumë e rënda. Dhe më duket se mori dhe një tjetër. Nuk e di, nejse. Mori dhe filtrat. Këto janë filtrat që i vendoset asaj dhe pastaj bet kjo. Një filtr përdoret për 4 kafe. Shumë mirë. Unë mora një gjalp kikiriku. Boronita përsëri, sepse janë goxha të mira të ky supermarketi. Morëm edhe ananas trepako. I mori burri. Të jetë për mua unë ananasi se fusja fare në shtëpi, sepse nuk është se e konsumoj. Vetëm kur ma jep burr, vetëm ndonjëherë shumë rrallë. Bananes se na kishin mbaruar. Edhe biskota për fëmijë. Mori burri edhe lakrën, këtë koklakërën i themi ne, por kjo është vishje, unë nuk e di se ka emrin. Këto morëm.
Këtë koklakrën i bëj edhe Jasonas, kam gjetur një recetë dhe shumë e mira ky e ha edhe i bën mirë. Kështu që na duhet dhe marrim çdo javë. Këto ishin. Ka ardhur edhe karoca e Jasonas, i kam bler një karocë tjetër që është më praktike. Sepse është rritur djali edhe nuk i bën më ajo, nuk i bën më. Bën, por është pak e vështirë që të marrësh të gjitha pjesët, t'i vendosësh, kurse kjo është shumë e vogël. Por karrocën do ta hapim nesër, sepse u bën shumë unboxing sot. Tani unë do rregulloj këto, do bëj pakon e ajlës gati, edhe për drek po mendojmë që të marrim peshk, të bëjmë peshk sot, se kemi pak kohë që s'kemi bërë. Të shohim. Deri tani atë kemi në plan. Fasulet edhe sot ngelën, por pa merak sepse do t'i ham nesër, nuk do hidhen. Kështu. Dikush vajti të pres flokët sot, po, pa pritur. Nuk e kisha në plan. Në fakt, te kjo parukjerja tani kam filluar dhe shkoj, kështu që takimet mila, kushërira e burrit, se ajo e ka parukjerjen e saj, edhe i kisha thënë asaj që të më linte këtë javë një takim. Dhe pa pritur më kishte lënë sot, por kur kisha dalë nuk e kisha dëgjuar zilen, që ajo më kishte marrë, më kishte thënë që të vete sot ora 1:30. Kështu që e takova dhe kam vajtur me vrap. Preva flokët, i kam bërë deri këtu, më digjen nga që tu i kam të lyera dhe dua ta heq dhe këtë bojën që të rri me flokun tim. Nuk dua më që të vendos bojë të flokut, sepse aq është floku i lyer javën e parë dhe pastaj bëhet si lesh, sidomos bjonde. Bëra edhe këto kështu si punë butterfly cutting, punë balukesh, sepse i kisha bërë dhe në fund kushtit që i preva edhe më pëlqenin shumë, kështu që i bëra përsëri dhe mendoj se më rrin më mirë kështu flokët. Dhe po, i preva, jam goxha e lumtur dhe floku më duket sikur është më i shëndetshëm, ngjan më mirë kështu. Kështu. Pastaj erdhem në shtëpi, hëngrëm drek, gatuam, bëm atë peshkun shumë të shijshëm. Pastaj me fëmijët këtu, jo provuam të bënim kafe me këtë makinerinë e re. Këtu në shtëpi e kaluam dhe unë nuk ju kam hapur fare. Dhe tani në darkë ju e dini që unë e hap videon të t'ju përshëndes edhe të hapim advent kalendar si çdo natë. Si gjithmonë me datat nuk jam fare në rregull, por më duket jam 5 apo 6. Do të jetë 6. Ja ku është pakua. Okej. Kjo pas ka një histori gjashta të shkruar. Ja ku është Kalanda The Greek Folk Christmas Carols. Thot për këngën që kanë të Krishtlindjeve këta. Nëse, po ala këtu nuk po e lexoj, nuk po ashtu, kush ka nerva, ja ku është, po të doni të lexoni, është anglisht. Dhe të shohim gjithmonë në këtë size. Nuk besoj se do të ketë full size. Okej, kjo duhet jetë shampo për trupin duhet jetë. Shampo për trupin me vaj ulliri. Ja. Do ta përdor dhe të shohim si do jetë. Në rregull, unë deri tani kam filluar dhe përdor dhe atë hidratusin, mund të them që më duket se më doli dia apo paradje, nuk mbaj mend mirë. Mund të them që është i mirë, jo ndonjë gjë kush e di se çfarë, por po më pëlqen. Tani i erdhi fundi edhe ditës së sotme, kështu që ne mos harroni të bëni subscribe dhe ne do të shihemi nesër.
Natën e mirë.